Përshëndetje të nderuar teleshikues, ja ku rikthyem sërish në emisionin Tim Kryqëzim. Për disa javësh një ndër temat më të rëndësishme që ka prekur debatin publik është reforma administrativo-territoriale. Pas disa dekadash që nga ndarja e fundit e ndarjes së hartës së territorit të qeverisjes vendase, le të themi se qeveria ka nisur procesin e rishikimit të saj duke argumentuar se ndryshime demografike, zhvillimi ekonomik dhe nevoja për rritjen e efikasitetit të shërbimeve kanë rinisur një formë organizimi të ri të territorit. Por, përballë këtij argumenti, lindin disa pyetje të cilat prekin drejt për drejt jetën e qytetarëve. A do të jetë kjo reformë që do të ndërmerret një nga reformat që do të sjellë zhvillim, apo do të jetë një reformë që do të mbetet vetëm në një letër? Kjo reformë a do të afrojë institucionet me qytetarët apo do t'i largojë këto institucione nga qytetarët? Dhe fundit, por jo më pak e rëndësishmja, a ndërtohet kjo reformë mbi analiza teknike dhe nevoja reale të komunitetit apo vetëm mbi llogaritje politike dhe elektorale? Për të diskutuar për këtë temë, kam nderin të them se sot kam të ftuar në studio zotin Tauland Biturku, i cili është ekspert për çështjet vendore. Zoti Biturku, faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni pjesë e emisionit tim sot. Mirë se erdhët në studion time. Faleminderit juve që na jepni zë të flasim. Do doja që të nisim me pyetjen e parë. Po. Profesor, para se të flasim për reformën administrativo-territoriale, doja që të më ndihmonit pak të kuptojmë një gjë themelore nga ana gjeopolitike. Në lidhje me territorin e Kavajës, çfarë përfaqësonte territori i Kavajës? Mund ta nisim kështu, po mund ta nisim edhe ndryshe. Patjetër. Reforma territoriale administrative është reforma më e thellë e një shteti pas reformës kushtetuese, sepse shtetet, pra shoqëritë vendosen se si do të qeverisen nëpërmjet kushtetutës. E kuptoj. Forma e qeverisjes e fiksuar në kushtetutë, mund të jetë republikë, mund të jetë monarki, mund të jetë republikë parlamentare, presidenciale kështu me radhë. E dyta më e rëndësishme është ndarja e territorit. Dhe reforma dytë më e rëndësishme është territoriale administrative, pra si do të ndahet territori dhe si do të administrohet territori, sepse në këto territore banojnë njerëz. Dhe janë pikërisht njerëzit që do vendosin rregullat e bashkëjetesës. Ky është koncepti. Nëse do të flasim vetëm për Kavajën, Kavaja ka historinë e vet, ashtu siç e ka gjithë Shqipëria. Nuk diskutohet. Pikërisht në sfondin e kushtetutshmërisë, pra të mënyrës se si të qeveriset vendi. Historia na ka mësuar që në kohën e regjimit otoman ne kemi pas ndarje territori, siç ka qenë vilajetet, sanxhaqet, edhe Kavaja ka qenë pjesë e ndarjes. Megjithatë duhet të ecim çik më tutje mas vitit 1913 me shpalljen e pavarësisë, me ndryshimin e gjeografisë së Republikës, që ne vendosëm të ishim shtet në shqiptarët dhe që nga ajo periudhë e më tutje, ne kemi qenë në rangun e nën prefekturës, sepse duhet të ndjekim çikisht linjat historike. Në kohën e monarkisë, Kavaja ka qenë nën prefekturë. Më tutje, pikërisht u ndryshu dhe menaxhimi i territorit, sepse erdhi në qeverisje erdhën komunistët dhe ato ndërtuan republikën dhe ndërtuan territorin me 26 deri në 36 rrethe. Dhe Kavaja atëherë ka qenë rreth dhe më tutje, mas ndryshimit prapë formës së regjimit, që shqiptarët vendosen që më së fundit të kenë një shtet demokratik, atëherë demokracia është shkaku, ndërkohë që ndarja është pasoja. Dhe kemi në këtë histori, nga 90-ta e tutje, kemi ndarje të re territoriale administrative, që Kavaja u bën nën prefekturë me statusin e prefekturës në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike. Më tutje Kavaja u bë një bashki e madhe me reformën e 2014-s. Normalisht çdo reformë territoriale administrative në një shtet me qëndrueshmëri politike mund dhe duhet të jetë një projekt 100-150 vjeçar, nuk mund të jetë një projekt 10 apo 15 vjeçar, siç po ndodh tani. Pra duhet të jetë një projekt afatgjat, i cili të ketë vizione dhe të projektojë se si do të zhvillohet shoqëria dhe territori. Duke thënë këtë, ne jemi në këto kushte që në vitin 2014 është bërë një reformë territoriale administrative, ku nga 376, 374 njësi vendore, ne kalum një 61 njësi vendore, pra në 61 bashki. Dhe pyetja shtrohet, a ishte kjo efektive apo jo? Domethënë, nëse ne do të vim 2026 që të flasim për reformën e re, ne duhet të shtrojmë mirë pyetjen, a ishte efektive apo jo kjo reformë?
Kështu që me që po më pyesni thjesht dhe vetëm për Kavajen, në kuptimin e territorit, Kavaja ka historikun e vet territorial, pra ka popullatën e vet, ka banorët e vet, të cilët kanë një përqasje të bashkëjetesës në një kontekst të caktuar kulturor, ekonomik dhe shoqëror. Pra, kjo trev është banu nga kjo popullat e cila ka kriju lidhje familjare, ka kriju lidhje ekonomike dhe ka një territor dhe ka një kufit logjik. Dhe pikërisht ky kufi logjik duhet të jetë edhe në ndarjen e re territoriale që ne shpresojmë që të bëhet. Megjithatë, nuk është e thënë që ndarja do bëhet siç kërkojnë qytetarët, sepse normalisht kjo që po them unë i bie nga poshtë lart. Pra, ajo që qytetarët duan ashtu si mendojnë, ndërkohë që realisht ndodh nga lart poshtë, sepse është politika ajo që do të marrë vendimet. E kuptoj. Atëherë pak a shumë ne folëm për reformën e vitit 2014, e cila u prezantua si një reformë që do të rriste efikasitetin. Në mendimin tuaj, a e përmbushi kjo premtimin për qytetin e Kavajës, apo nëse do ta gjykonit vetëm për Kavajën, si pak a shumë nga ana e bilancit për 10 vite, do të kishte fitime apo humbje? Çfarë duhet prevalojë në një qeveri si është qytetari? Qytetari ka nevojë për shërbime dhe shërbesa. Fitim apo humbje gjithmonë duhet ta shohim në këndvështrimin e qytetarit, jo në këndvështrimin e institucionit. E kuptoj. Pra reformat bëhen për njerëzit, reformat nuk bëhen për institucionet. Nëse do të dalim në anën e institucionit, institucioni i bashkisë, në rastin konkret, mund edhe të ketë rritë të ardhur dhe veta ekonomike. Pra është një bashki me një potencial financiar më të madh se sa bashkia që ka qenë para vitit 2014. Ç'është shtrohet e shërbimeve. A i kanë marrë njerëzit shërbimet apo jo? Pra i plotësoi pritshmëritë e njerëzve reforma apo nuk i plotësoi pritshmëritë e njerëzve reforma. Reforma e vitit 2014 është një reformë politike e bërë në mënyrë të njëanshme, sepse në atë reformë jo për gabim, unë do të thojë për faj të opozitës, ajo reformë është bërë në mënyrë të njëanshme. Pra Partia Demokratike dhe opozita shqiptare nuk mori pjesë në reformë. E la në mënyrë të njëanshme e bëri vetëm qeveria. Në logjikën që po thoja më përpara për një reformë 150 vjeçare, normalisht që nuk i ka realizu pritshmëritë. Pse nuk i ka realizu dhe pse qeveria merr prap mas 10-12 vjetësh e merr një reformë tjetër. Të reformoj reformën. E kuptoj. S'unë kështu po e quaj, të reformoj reformën. Sepse qeveria është nis nga pragmatizmi vet. Qeveria është nis nga interesa politiko-elektorale dhe opozita nuk mori pjesë. Sot 2014 ne jemi në situatë, në 2026 ne jemi në situatë më pozitive, sepse të paktën opozita po merr pjesë. Domethënë të paktën opozita po jep versionin e vet të reformës. E kuptoj. Kështu që kjo është një pikë pozitive. Kontrapyetja do të jetë, në të vërtetë opozita po bën për njerëzit? Unë gjykoj që jo. As qeveria as opozita nuk po bën reformën për njerëzit. Nuk po bën reformën thjesht për retushojnë. Kush janë dy opsionet që janë hedhur sot në tavolinë politike? Është opsioni i qeverisë që të kalojmë nga 61 bashki në 40-41 bashki, pra ta ngushtojmë, të zvoglojmë numrin e bashkive duke rrit territorin, gjithmonë me pretendimin që këto bashki sa më pak bashki të kemi, aq më eficiente janë ato, aq më shumë para kanë ato, aq më shumë ato mund të bëjnë investime apo shërbime. Është pretendimi i qeverisë. Pretendimi i opozitës është sa më shumë njësi të qeverisë vendore të kemi, aq më shumë zvoglohet territori dhe aq më afër shkojnë shërbimet ke qytetarët. Në të dyja rastet unë nuk jam i prirur të shoh numrin e njësive. Unë jam i prirur të shoh numrin e shërbimeve, cilësinë, sasinë e shërbimeve dhe cilësinë e shërbimeve. Në të dyja rastet qëllimet dhe interesat janë politike. Të dyja pra subjektet më të mëdha elektorale sot, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike janë subjekte shtetformuese, që do thotë ato synojnë të ndërtojnë qeverinë, pra të kenë qeverisin e vendit. Dhe si tilla janë një garë politike. Duke qenë një garë politike, ato do të përfaqësohen në parlament dhe është pikërisht numri i deputetëve në parlament ai që do të përcaktojë se kush do të jetë numri i qeverisë, pra nuk është numri i votave popullore që morën, dhe ky është një efekt që nga Louisiana e vitit 1812, që quhet efekti gerrymandering,
Pra duke përqendruar popullatën që voton në një formë në një vend dhe aty ku ti shef humje duke coptuar numrin e votave. Pikërisht këto janë skemat që po përdoren të dyja partitë politike, pra të dyja janë të interesuara vetëm për numrin e deputetëve që do kenë në qeverisje dhe nuk janë fare të interesuara të dyja forcat politike. E thënë kjo, me që ju më pyesni për Kavajën. Po, specialisht. Atëherë efekti elektoral duket. Nëse në 2023-shin Partia Demokratike fitoi Bashkinë Kavaj me rreth 840 vota, në 2025 Partia Demokratike doli një avantazh rreth 3000 vota. Pra efekti elektoral i pushtetit vendor është i dukshëm. Viceversa, pra, edhe në anë të kundërt, edhe pushteti qendror ndikon në votën elektorale të zgjedhjeve administrative që janë zgjedhjet vendore. Pra, të dyja forcat politike janë duke bëjnë lojë politike, nuk janë duke bërë lojë e cilët i shërbej qytetarit, të shkoj shërbimit. Meqense se jemi më shumë të përqendruar tek qyteti i Kavajës, sa ndikojnë kufijtë administrativ në zhvillimin ekonomik të një qyteti si Kavaja? Jo vetëm një qyteti si Kavaja, por të çfarë lloji qyteti. Pra, kur unë thash që mas reformave kushtetuese, formës së qeverisjes, reforma dytë më e rëndësishme është territoriale administrative, pra duhet që të kufizohet territori dhe të administrohet territori dhe resurset. Nëse Partia Demokratike flet për numra, pra për territore më të vogla, sepse territoret më të vogla do ta çojnë shërbimin më afër qytetarit dhe Partia Socialiste thotë që institucione, pra territore më të mëdha, do të ofrojnë një administratë më kompetente dhe do të ofrojnë shërbim më cilësor. Në të dyja rastet unë jam kundra, për të dyja këto raste. Kur vim ke rasti Kavajës, i cili duhet shërbej specifikisht dhe si një kontur dhe për mënyrën e të menduarit për gjithë territorin e Republikës, pra për çdo njësi vendore, është që duhet dëgohet vox populus, pra nga poshtë lart, jo nga lart poshtë. Domethënë reforma duhet bëhet nga poshtë lart. Në rastin e Kavajës ne kemi kufi tradicional. Kufi tradicional qytetit fillojnë nga shkëmbë i Kavajës, në veri, në lindje janë Kodrat, që kufizojnë me Tiranën. Në jug është një lum natyror deri në Grugdelen e Shkumbirit dhe në perëndim është Bregdeti. Pra në këtë territor ka banu historikisht kjo popullat. Kjo popullat midis Vedit ka bërë tregti, ka bashkëtu, kanë bërë jetën e përditshme, pra ka një etnokulturë të bashkëtesës. Dhe pikërisht është qytetari në fokus. Kështu që kufit e qytetit duhet të jenë pikërisht kufit natyror. Kufit e qytetit nuk mund të bënë kufi administrativ duke i zvoglu apo duke i ngushtu në mënyrë fiktive. Kuptoj. Sepse humb kohezioni social. Qytetarët nuk i marrin shërbimet administrative aty ku duhen, po të marr një shembull, është një fshat rreth 7-8 kilometra larg qytetit. Shërbimet administrative të gjithë banorët e atij fshati shkojnë i marrin Rrugozhin, i cili është 35 km larg. Pra, le të fokusohemi pikërisht kjo pikë. E kuptoj. Mendoni ju se Kavaja ka humbur burime ekonomike, sipërfaqe prodhuese apo potencial zhvillimi si pasojë ndryshimeve territoriale? Kur themi Kavaja, do të ndajmë se çfarë kuptojmë me Kavaja. Pra, kuptojmë bashkinë, qytetarët e Kavajës, apo kuptojmë qytetarët. Të kurja e territoreve thamë që ishte në kurrizë të qytetarëve. Pra, zvoglohet shërbimi që ato mund të marrin dhe një zonë që i përket qytetit Kavajës, qytetarëve të Kavajës, pikërisht kësaj popullate, është marrë nga ata. Dhe do të thotë që ka një mungesë shërbimi. Mirë, atëherë le ta marrim çik shkencërisht, rreth 74.000 hektar në territorin e Bashkisë Kavajës të sotme janë tokë bujqësore. Pra, njerëzit duhet të shërbejnë tokës, të bëjnë prodhim dhe ta tregtojnë prodhimin. Këto prodhim mund ta tregtojnë në tregun e brendshëm të vogël, qytetit mund ta tregtojnë edhe në tregun, sepse është historikisht kjo treg ka shkëmby produkte dhe ka bërë tregti dhe me jashtë. Sot me këtë dinamik zhvillimi ne kemi një Bregdet i cili po zhvillohet, është i investuar, ofron shërbime turistike, njësi turistike, pra potencialisht i gjithë ky produkt bujqësor duhet dilte në këtë treg. E kuptoj.
Dhe duhet vendoseshin rregulla menaxheriale, të cilët mund të menaxhoheshin fare mirë me tregjet vogla nga bashkia, pra nga njësitë vendore, apo me agjenci shtetërore, duke i fut gjithmonë në treg të hapur me kërkesë ofertë, sepse demokracia është pikërisht shkaku, shërbimet janë pasoja, thashë në fillim. A ka fitua apo ka humbë? Unë nuk mund të them tipikisht ka fitua apo ka humbë, po unë mund të flas për disa resurse natyrore që ka qyteti. Në qytet ne kemi një minjerë, që është minjera e Mengjes, është minjera e cila është pasuri natyrore e qytetit, por njëkohësisht edhe kombëtare. Dhe përpasoj të ardhurat që vilen nga kjo njësi, kjo minjerë, siç janë taksat vendore apo taksat shtetërore, ka dhe një overtax që quhet renta minerare. Pikërisht kjo taks, kjo ardhur, vilet nga qeveria dhe nuk i kthehet qytetarit. Domethënë nuk i kthehet njësisë vendore në formën e parave, të cilët mund të investohen. Domethënë, ato që shfrytëzuesit e minjerës atje dëmtojnë rrugën që nga fillimi i shtodhrit deri në minjerë. Dhe në fund, kush do ta riparojë rrugën? Pra kush po dëmton dhe kush do ta riparojë? Kështu që në kuptimin e të ardhurave të venjuve, pra revenjuve, qyteti humb nëse potencialet ekonomike nuk i kthehen qytetit. E kuptoj. Pra, nëse qyteti ka resurse siç i unë përmena, resurset e bujqësisë, resurset minerare, resurset e bregdetit, që janë resurse turistike. Këtu prodhohen të ardhurat dhe prodhohet ekonomi. Dhe mbi këtë ekonomi shteti është normal që vjel taksat. Çështja është a i rikthehet, pra a ka një decentralizim fiskal apo jo. Domethënë në gjithë Republikën, se ju po përqendroni vetëm ke kavaje, më intereson të përqendrohem ke gjithë Republika. Në gjithë Republika ka një asimetri fiskale. Pra, nëse ne pretendojmë të futemi në Europë, atëherë duhet të bëjmë aki komuniter me Europën, pra të sillemi dhe të mendojmë dhe të sillemi si europian. Edhe në kuptimin e financave. Financat publike në Bashkimin Evropian rreth 34 deri në 38% administrohen nga pushtetet vendore në formën e investimeve publike dhe shërbimeve. Në Shqipëri kjo normë është diku ke 15 deri në 17% që menaxhohet nga pushteti vendor. Pjesa tjetër ka pushteti qendror. Pra pushteti qendror nuk bën decentralizim fiskal. E para. E dyta bën asimetri fiskale. Domethënë venjut kombëtare, të ardhurat kombëtare që vilen, siç ishte rasti që unë përmena minjerën e qytetit. Pra këto të ardhurat që garantohen në formën e taksave kombëtare nga ky territor dhe nga këta njerëz nuk i rikthehen në të njëjtën normë. Le të supozojmë nëse vilen 100 lek taksa kombëtare në territorin e Kavajës, që mund të jenë gjithë resortet që paguajnë para, gjithë bizneset që paguajnë para, duke përjashtu taksën e vendore, pra për bizneset e vogla. Për këto 100 lek, nëse do të ishim pjesë e Bashkimit Evropian, 40 lek duhet i ktheheshin pushtetit vendor, pra bashkisë. Sot i kthehen vetëm 13 lek. Po ta marrë me një numër shumë të rrumbullakosëm, se po ta përkthejnë në përqindje. Pra, venjuja kombëtare, kjo quhet asimetri fiskale. Pra, vendet që prodhojnë më shumë marrin më pak. Sepse qeveria normalisht për bashkitë tjera të cilët nuk kanë venju, pra nuk kanë të ardhura, është i detyruar të çojë fondin e deleguar. E kuptoj. Fondin që i duhet. Si mendoni ju, a është bërë administrimi më afër qytetarëve apo më larg tyre, duke qenë në situatat e tanishme për qytetin e Kavajës? Unë them që çdo lloj centralizimi largon shërbimin nga qytetari. Filozofia e kësaj qeverie është centralizimi në të gjitha pikpamjet. Pra, centralizon territorin, centralizon shërbimet, centralizon institucionet, duke përqendruar pushtetin tek qeverisja qendrore. Dhe sa më shumë centralizohen të gjitha shërbimet, aq më keq është për qytetarin. Le të marrim shembull thjesht. Siç është kjo ndarje e re, pra duke zvoglu numrin e bashkive, pra numrin e njësive vendore, e projektuar është dhe reforma që është bërë në jurisprudencë. Pra janë zvogluar numrat e gjykatave, janë zvogluar numrat e prokurorive, janë përqendruar, kemi vetëm
një gjykat apeli, çka do thotë të gjithë shërbimet administrative që qytetari duhet shkoj, janë largu nga qytetari. Kavaji është një qytet i cili ka një histori para 108 vjetësh është themelu gjykata. Pra, mbi një shekull, qyteti ka pas gjykat. Që do thotë kishte edhe shërbimin notariale, kishte edhe palën akuzuese që është prokuroria sot, kishte edhe palën mbrojtëse që është avokatia, pra kishte shërbime në fushën e jurisprudencës. Dhe është shumë e prekshme çështja e së drejtës, sepse qytetarët jetojnë mbi konceptin e së drejtës, dhe e drejta gjendet vetëm gjykat, nuk ka ku të gjendet tjetër. Pjesa tjetër quhet vetgjyqësi. Pikërisht kjo filozofi centralizuese e ka largu shërbimin nga qytetarët, dhe unë të mora shembull vetëm mungesën e gjykatës. Pra qyteti nuk ka gjykat. Për të marrë një vërtetim që nuk jeni ndjekje penale, duhet shkosh në Durrës, do lesh ditë e pune. Për të marrë një vërtetim që nuk jeni ndjekje penale, duhet shkosh prapë në Durrës, në prokurori, një ditë tjetër, 2 ditë pune. Po të llogarisësh gjithë këto shërbime, vetëm çështje administrative, nuk po llogaris pastaj për cilësinë së drejtës, nëse e drejta i jepet ashtu siç është, po nuk i jepet ashtu siç është. Po ka një gamë shumë të madhe shërbimesh. Ka një gamë shumë të madhe, edhe nga mënyra se si qeveriset një institucion. Po kemi shumë shërbime të cilët patjetër do mbeten patentë kombëtare, siç është arsimi, që patjetër duhet mbetet patentë kombëtare. Çështja është e administrimit të këtij shërbimi. Pra ajo mund të mbetet patentë kombëtare në kuptimin e hartimit kurrikulës, pra cilat janë lëndët që do të bëhen, kush është struktura arsimore, cila është cilësia e mësuesve, trajnimi i mësuesve, që mbetet pjesë kombëtare. Po pjesa menaxheriale duhet të jetë shumë e prekshme nga njerëzit. Pra, qytetari nëse ka një shqetësim në shërbimin arsimor, duhet shkoj direkt tek vendori. Pra, duhet marrë një përgjigje për problematikën që ka. Pa njëjta gjë është tek ujësillësi. Duhet ta marrë shërbimin direkt. Pra, nëse ka një për çështje të polisit, le të themi pra jo vetëm ujë ke rubineta shtëpisë, sepse kjo është çështje private. Po flasim çikës më tutje, le dalim në një superstrukturën e qytetit. Nëse ka një ankesë, duhet marrë një përgjigje, pra le të mos themi ne që do shkojmë në Durrës. Po, pra ta kemi brenda në qytet. Po ja le të themi si preket për ditë xhepi qytetarit. Shërbimi i ujësillësit, që është ujësillës kanalizime, pra ujë shmall, do paguhet. Patjetër. Kush do përcaktojë çmimin? Do përcaktojë analizë kosto dhe kush do miratoj vlerën e çmimit. Nëse përpara kësaj reforme ujësillësi administrohej nga Bashkia Kavaj dhe vendimarrësi ishte Këshilli Bashkiak, ai përcaktonte tarifën, pra çmimin e pagesës së ujit, i cili në analizë kosto mund të ishte edhe më i shtrenjtë, por është politika vendore e cila subvencionon nga tarët e bashkisë, do subvenciononte çmimin e ujit. Sot ne paguajmë një çmim uji të trafishum, sepse vendimarrja është mborë dhe është deleguar në Durrës. Ky është një nonsens. Pra, po flas vetëm për çmimin, pa fol pastaj për cilësinë e shërbimit dhe për gjëra tjera. E kuptoj, ne pak a shumë e përmendëm pjesën e reduktimit të njësive vendore, që ju thatë që është hedhur, le të themi, një mendim për të zvogluar pra këto njësit vendore. Mendoni ju se një bashki më e madhe është domosdoshmërisht një bashki më funksionale? Jo, nuk mendoj që është më funksionale, sepse prap le të orientohemi, do mos shfokusohemi nga numri i shërbimeve dhe cilësia e shërbimeve dhe kosta e shërbimeve. Sepse kanë kosto gjithë shërbimet. Nuk është të thënë që sa më madh jetë bashkia aq më aftë është administrata. Edhe një bashki e vogël mund të krijojë një administratë shumë të aftë. Po marr një shembull i cili është para një shekulli. Momentumi i parë i shtetëformimit shqiptar është pikërisht monarkia. Periudha e mbretit Zog, i cili atëherë krijoi në prefekturë dhe kriju në Kavaj ishte edhe në prefekturë dhe bashki. Në vitin 1926 deri në vitin 1929 është sjell një individ cilin unë nuk jam më tani emri, po mbi emri është Kaprata, është gjyshi i Get Kapratës, sot është një nga arkitektët më të mirë të Republikës dhe urbanistët më të mirë, i cili erdhi në Kavaj dhe shërbeu si financiar dhe si ekonomist dhe si nënkryetar i bashkisë. Dhe trajnoi një stafin para një shekulli. E përkthyer kjo sot. Sot Shteti shqiptar ka 2 institucione trajnuese për administratën publike. Njëra që varet nga Departamenti i Administratës Publike, që është Shkolla e Administratës Publike, dhe tjetra është Talga. Talga është prapë një institucion arsimor,
i specializuar vetëm për pushtetin vendor. Çka do thotë për 3 apo 6 muaj çështja e cilësisë, pra e kualitetit të nëpunësit civil në një bashki është e zgjidhur. 3 ose 6 muaj mjaftojnë. Pra duke bërë një trajnim 1 mujor apo 2 mujor, trajnim të brendshëm brenda institucionit dhe pastaj trajnimin e jashtëm. Pra është e zgjidhur çështja e cilësisë së nëpunësit publik. Dhe kjo nuk ka të bëjë me madhsinë, pra sa punonjës ka, mund të ketë një bashki me 100 punonjës, po mund të ketë bashki edhe me 1000 punonjës. Cilësia e nëpunësit publik. Kjo tani duhet patjetër të përkthehet në cilësinë e shërbimit për qytetarin. Pra kjo nuk është fare lidhur me sa e madhe apo sa e vogël është bashkia. Sa e madhe sa e vogël është bashkia ka të bëjë, është pikërisht është efekti elektoral që japin bashkitë. Sepse orientimi politik që mund bëjë një kryetar bashkie në lidhje me shërbimet apo me paranë publike, detyrimisht është e lidhur me votën parlamentare. Jo thjesht dhe vetëm me votën vendore. E kuptoj. Mendoni ju se kur zvoglohet territori një bashkie, zvoglohet dhe pesha e saj politike në nivel kombëtar? Pikërisht në këtë kontekst po thoja, duke qenë se konkurrentët më të mëdhenj politik janë qeveria dhe opozita, nuk ka rëndësi nëse sot është PS-ja, nesër është PD-ja. Po pa rëndësi cilat forca politike. Po historia 35 vjeçare ka treguar një rotacion midis tyre dy forcave më të mëdha politike, se akoma nuk kemi një spektër aq gjerë sa të diskutojmë për koalicione. Pra, duke qenë se janë pikërisht partitë politike, ato që marrin vendimet më të mëdha, unë do të flisim me tonin më kritik për marrëveshjen e vitit 2008, që ishte një marrëveshje politike midis Edi Ramës dhe Sali Berishës. Të dy zotërit e nderuar mendon vetëm për vete që të krijonin forca politike që të qeverisnin vetë. E thënë në këtë kontekst, me që pyetja ju i ka të bëjë me territorin, sa më i madh tjetë territori, aq më shumë mbi pesha specifike e atit, po e them, thonjzat fortit lagjës. E kuptoj. Pra, një individ i zvoglohet pesha nëse rritet territori, sepse rritet dhe numri i votuesve me cilën ai do ketë bëj direkt. Pra, bie pesha elektorale e individit dhe rritet pesha elektorale e subjektit politik. Nëse subjekti politik qeveriset nga liderët, atëherë i rritet pesha specifike vetëm e liderit qendror. Domethënë, e parë në këtë këndvështrim, zvoglimi i numrit të bashkive që kërkon Partia Socialiste sot, që të bëjë rreth 40-41 bashki, i rrit forcën, rrit peshën specifike të subjektit politik, në mënyrë automatike rrit peshën specifike të kryeministrit. E thënë kështu, edhe pesha specifike nëse do të ishte Partia Demokratike në qeveri, do të rritet pesha specifike e kryetarit. E kuptoj. Çfarë po kërkon të bëjë Partia Demokratike në këtë reformë? Pra, duke zvoglu territorin, ul peshën specifike të subjektit dhe rrit peshën specifike të propozuarit vendor. Pra, le të po themi çik me shaka. Nëse sot opozita, që bashkinë më të madhe ka është Bashkia Kavajës, ka një fisting qosja, nesër Partia Demokratike do të kërkojë të ketë rreth 20, 30, 40 apo 50 fisting tjerë, nëse do të shtohet numri i njësive vendore, dhe në këtë mënyrë Partia Demokratike do të bëhet konkurruese për zgjedhjet e 2029-s, sepse kuptohet efekti elektoral i një bashkie, nëse ti qeveris bashkinë, pra pushteti vendor, në kuptimin e elektoratit. Megjithatë, këto janë analiza politike që i bëjnë ata, jo se si bëjmë dhe ne, i bëjmë dhe ne të gjithë, por unë du të fokusohem pikërisht tek niveli i shërbimeve, unë nuk më intereson, nuk jam interesuar për lojrat politike, se ç'bën njëra apo ç'bën tjetri. E kuptoj. Unë jam interesuar nëse unë si qytetar e marr apo jo shërbimin. Unë jam interesuar nëse unë si qytetar kam kosto për ta marrë shërbimin, kosta ekstra përveç taksave që paguaj, sepse unë paguaj taksa, unë paguaj sigurimi shoqëror, unë du shërbimin shëndetësor, unë paguaj taksa, du shërbimin arsimor, unë paguaj taksa, paguaj tarifa, du ujin 24 orë, nuk e du me orar, e du ujin me cilësi. Pra kjo është gjithë ideja. Pra unë a marrë shërbim apo jo. Lojrat tjera politike le t'ja lejmë partive politike. Patjetër. Zoti Biturku, mendoni ju se ka humbur Kavaja ndikim në vendimarrje për shkak të ndryshimeve territoriale? Në cilën vendimarrje? Në vendimarrjet e përgjithshme, për shkak, le të themi, ndikon kjo te ndarja e fondeve nga qeveria qendrore? Unë e thash në kryet herës,
asimetria fiskale dhe decentralizimi fiskal duhet jetë politikë kombëtare. Nëse ne duam të integrohemi në Bashkimin Evropian, duhet që qeveria të ndryshojë politikat. Pra është qeveria që ka parat. E kuptoj. Qeveria mbledh nëpërmjet drejtorisë përgjithshme të doganave, drejtorisë përgjithshme të tatimeve, qeveria ka arkën, qeveria ka lekët. Qeveria do të delegojë fonde. Dhe mënyra se si delegon fondet, unë them që nuk është e decentralizuar, është e centralizuar. Fondet e kushtëzuara, pra si krijohet buxheti një bashkie. Buxheti një bashkie është fondet e deleguara nga qeveria qendrore dhe pjesë e taksave vendore. Dhe këtu kush është ekspert finance, din të lexojë kush janë taksat vendore dhe kush janë taksat qendrore. Tani ideja është si përdor bashkia këto para. Bashkia këto para i përdor me disa zëra, që është fondi pagave, sigurimi shoqërore për administratën, pra për vete, fondi për mirëmbajtjen e institucionit dhe për shërbimet publike dhe për investime. Shërbimet publike janë standarde, dihen në shërbimi pastrimi, gjelbërimi, po nuk diskutohet. Pjesë e nevojit të mirëmbajtja e arsimit, prapë dhe është fondi deleguar. A delegon qeveria fonde, a sa duhet? Jo. A ka një ndarje të padrejtë të fondeve? Po. Kush merr pjesën më të madhe të fondeve? Pjesën më të madhe të fondeve e merr kryeqyteti, Tirana, e marrin edhe bashkitë e orientuara politikisht, sepse edhe konkurrimi kur ti shkon për fonde, ke fondi zhvillimit shqiptar, konkurrimi aty është më shumë është informal se sa formal. Kuptoj. Pra, edhe financimi i projekteve që bëhen nuk bëhen mbi bazën e kritereve jo politike, janë gjithmonë mbi bazën e kritereve politike. Dhe konkretisht Bashkia Kavaj nuk është se ka përfituar fonde nga qeveria, sepse nuk është e njëjta linjë politike. Pra, një kryetar bashkie i majt ka shumë akses ke qeveria në raport me një kryetar bashkie të djathtë. Kjo ka qenë viceversa, edhe në periudhën kur qeverisë Sali Berisha, megjithëse është mundu ajo qeveri që të ruaj bilancin, prap ka pas preferencet e veta politike. E kuptoj. Le të themi se për një qytet flitet shpesh për identitetin historik. Për Kavajën specifikisht, çfarë humbet një qytet kur humbet territorin e tij historik? Humbet gjithçka, humbet identitetin. Ne jemi njerëz identitar. Identiteti jonë është Kavajës. Edhe jemi. Dhe nëse unë do të humbas pikërisht referencën territoriale, unë kam humb identitetin tim. Pra nuk bën sens thush resort prestizh, Mali Robi Durrës. Ne nuk na bën sens. As dikujt tjetër nuk i bën sens. As dikujt tjetër nuk i bën sens. Nuk më thush shkëmbi Kavajës në Durrës. Shkëmbi Kavajës Rashbull Durrës. Nuk bën sens. Pra të humbësh identitetin, nuk ka rëndësi se sa para mund të kesh në xhep, apo se sa mall mund të kesh. Nëse nuk ke identitet, nuk ke asgjë. Dhe zvoglimi i territorit nuk pa thënë në parim, por mos përputhja e kufive historik që ka kohezion social me kufit administrativ është pikërisht shumë identiteti. Pra, dikush mund më thotë, o Taurant, shiko sepse logjika jote e zvoglimit territorit dhe ofrimit shërbimit bik në kundërshtim po me logjikën tate që ti pretendon që Kavaja të zgjerohet në territor. Unë nuk pretendoj Kavaja as zgjerohet as ngushtohet në territor. Unë pretendoj kufit historik, unë pretendoj kufit historik qytetit. Kufit historik qytetit janë veri shkomi Kavajës, jug lumi Shkumbin, që është një kufi natyror, në lindje Kodrat, në perëndim Bregu, i cili mund shkojë deri në Grukdere e lumit Shkumbin, dhe gjithë kjo popullat të këtë territor ka një kohezion social, ka identitet. E kuptoj. Pra, ne themi, jam nga Gosa e Kavajës. Pra, çfarë sensi ka që Gosa, domethënë, një qytetar i Gosës shkoj ta marrë shërbim rrogozhi, nuk bë sens, nuk bë kuptim. Edhe shërbimin administrativ, po edhe shërbimet e tjera, po edhe lidhjen shpirtërore, edhe lidhjet, le të flasim lidhjet krushie, lidhje martësore. E kuptoj. Ky quhet kohezion social. Pra kur njerëzit bashkëjetojnë me njëri tjetrin. Kështu që Kavaja është identitare vetëm në kufit e vet historik. Dhe unë nuk mund të them që zvoglimi apo zgjerimi i kufive është pozitiv apo negativ. Unë di të them vetëm këtë, që Kavajës i takon kufiri i vet historik që njerëzit të kenë identitetin e vet. Pra ka nevojë që territorit shikohet jo vetëm si një vijë në hartë, por si diçka kolektive që i përket komunitetit. Pikërisht territori nga njerëzit do banohet. E kuptoj. Zoti Biturku, cili ka qenë deri më sot qëndrimi i
Bashkisë së Kavajës për këtë çështje? Ka pasur ndonjë iniciativë institucionale për rishikimin e kufijve? Dhe nëse jo, nëse nuk ka pasur, a mendoni se kjo heshtje i ka kushtuar qytetit? Shiko, pyetja është çikës trigit, sepse nëse në fund fare më thu heshtje, atëherë i ke marrë përgjigjen për të parën, por nuk është e vërtetë, nuk qëndron ajo që bashkia ka një heshtje. Unë e përfshiva si mundësi, nuk thash që nuk ka marrë. Dakor. Bashkia Kavajës është një nga 6 bashkitë e fituara në zgjedhjet e 2023 nga opozita. Për pasojë, në një nonsens logjik, si masmeje, sepse deri në vitin 2011 ekzistonte me interesat përbashkëta niveli vendor. Kryetari i bashkisë Veliaj krijoi një shoqatë alternative të bashkive. Pra sot ekzistojnë 2 shoqata bashkish. Një shoqatë e majtë dhe një shoqatë e djathtë, që nuk bën sens, sepse problematika për shtetin vendor është e njëjtë. Qofsh ti përfaqësues një subjekti të majtë, qoftë përfaqësues i subjektit djathtë. Sepse metodologjia e problematikës, pra diagnoza, është e njëjtë, mënyra e shërimit është e njëjtë, dhe ilaçet janë të njëjta për pushtetin vendor. Nuk ka rëndësi nëse je i majtë apo je i djathtë. Problematika është po ajo. Megjithatë, ne jemi në këtë realitet që ekzistojnë 2 shoqata. Bashkia Kavajës, si bashkia më e madhe e fituar nga opozita, ka të drejtën legjitime që ta udhëheqë këtë shoqatën e bashkive të djathta. Për pasojë ka emër i cili quhet Fisnik Qosja, që drejton këtë organizat. Që të kuptojmë është shoqatë, pra nuk është as vendimarrëse, është vetëm këshilluese dhe mbajtëse qëndrimesh. Unë kam ndjek në vijshmëri qëndrimet e të dy shoqatave. Të dy shoqatat janë pak a shumë të orientuara politikisht si mas krave të veta politik. Me çdiu në dijen time, shoqata bashkive të djathta ka kontribuar në komisionin parlamentar me zotin Luciano Boçi dhe ka organizuar 2 apo 3 tavolina me ekspert, tipikisht urbanist, financier, kontabilist, inxhinier, ndërtimi, ekspert të kësaj fushë që të vjeli mendime, pra ta morën nga poshtë lart. Dhe është bë pjesë e agjendës së komisionit parlamentar në dëgjesat publike, që nga dëgjesat që në bën Gjirokastër, Lezhë, në Elbasan, në Durrës, vetëm Tirana nuk ka bërë dëgjesën publike, dhe bashkia ka qenë aktive. Pra, kur them shoqata bashkive nëpërmjet Bashkisë Kavajës, nëpërmjet kryetarit të Bashkisë Kavajës. Pra, të gjithë zërat që thonë që Kavaja nuk ka fol, jo, Kavaja ka fol. Ka fol nëpërmjet kryetarit vet, ka fol në forumet publike, ka fol në komisionin parlamentar. E kuptoj. Me të dy bashkëkryetarët, sepse unë nga se jam ekspert i kësaj çështje dhe më intereson shumë çështja e vendores, e kam ndjek në dinamik, qoftë me Maznikun, qoftë me Luciano Boçin, kryetari i bashkisë e ka marrë këtë iniciativë. Nuk ka marrë qëndrim individual, por ka marrë qëndrim në koncept. Pra, i është orientuar më shumë shërbimeve se sa vizimit të territorit, sepse vizimi i territorit mund të jetë një hartë kadastrale e cila rregullohet nga hartografët. Gjithashtu di që shoqata e bashkisë, shoqata bashkive përfaqësuar nga Fisniku, ka propozuar dhe pjesëmarrjen e shoqatës së gjeoinformaticienëve, që është një nga shoqatat më ekspertize në Shqipëri, sepse ato kanë edhe software të digitalizuar, kanë dhe kufit orientues për çdo njësi deri tek lagjet më të vogla. Dhe është pranuar, është mirëprit nga të dy palët, pra nga komisioni, qoftë nga Arbion Mazniku, qoftë nga Luciano Boçi, ky propozimi i kryetarit të bashkisë që ta përfshijë këtë shoqatë. Pra, thënë me fjalë të tjera, nëse kryetari i bashkisë Kavajës ka zgjedhur që të mos i bëj publike këto, sepse nuk është interesuar për fasadën, pra që të bëj like e thurjeve ku diun çajin këto në Facebook, nuk do thotë që nuk ka punu. Është marrë me këtë çështje dhe unë jam individ i cili jam dëshmitar i kësaj gjëje, sepse jam marrë vetë parë me këtë gjë. Tjetër, a ka pas iniciativa? Po, ka pas iniciativa komunitare në Kavaj. Një grup intelektualësh me ish kryetar bashkie, urbanist, jurist,
drejtues vendor sot në prill kam bërë dëgjes publike me qytetarët. Sepse nëse qytetari flet, zëri do të dëgjohet. Çështja është që kur qytetari nuk flet. Pra çfarë ne duhet kërkojmë? Ne duhet kërkojmë që në të gjithë mjediset ku jemi, shoqërore, familjare, ne duhet të flasim për shërbimet që na takojnë. E kuptoj. Gjatë gjithë kohës që le të themi bëm këtë bisedë, më përmendet për decentralizimin dhe centralizimin. Si mendoni ju, çfarë do të ketë parasysh një reformë e re që të mos përsërisë gabimet e së kaluarës? Pra nëse sot do të ketë hapësirë për një reformë të re? Të lexoj për gabimet. Që të mos përsëritë gabimet duhet t'i lexosh, duhet t'i kuptosh. Dhe janë të kuptuara. Pra nëse nuk ngjon njerëzit, ti nuk e kupton gabimin. E kuptoj. Pra do të ketë më shumë bashkëpunim midis popullit dhe vendimarrjes. Shiko, por themi populli është çik fjalë e përgjithshme. Duhet ngjuar zëri ekspertë. Patjetër të ekspertëve se nuk mund të themi që çdo qytetar nëse do të kërkohet vendimarrje, ka forma juridike të vendimarrjes. Ne sot pretendojmë që po ndërtojmë një shtet demokratik. Dhe demokracia ka dy forma ushtrimi demokracie. Është demokracia direkte, është demokracia deleguar. Demokracia direkte është me votu popullor, demokracia deleguar është me të mandatuarit nga qytetari. Sot një nga vendet më të emancipuara është Zvicra. Çfarë bën Zvicra? Çdo lloj vendimarrje që i takon publikut i drejtohet referendumit. Pyet njerëzit. Atje çdo 3 apo 4 javë ka referendume me 4, 5, 6 apo 7 apo 8 pika. Amerika që është një vend shumë demokratik, shumë pozicione publike i ka me zgjedhje. Që nga sherifi, që nga drejtori i ujësjelësit, i ka me zgjedhje. Hollanda, pra vendet e ulta, edhe ato me demokraci shumë zhvilluar, ato nuk kanë më 3 pushtete siç kemi, ato kanë dhe 4, sepse ato kanë dhe pushtetin e ujrave, i cili është dhe atje me votë. Pra, dëgjimi i zërit publik ka shumë forma juridike. Unë them që referendumi është një nga format më klasike. E kuptoj. Të pyetjes së njerëzve. Edhe kjo reformë duhet të ishte në shtruar referendumit, po jo referendumit kombëtar. Sepse brenda një pakete shumë të madhe, për cilën ti mund të jesh dakord, mos jesh dakord në një gjë shumë të vogël. Atë kjo duhet të bëhet me referendume lokale. Kush preken? Le të marrim, po them kot. Rashbull, fshati Rashbull. Ato njerëz atje duan shërbimin ta marrin ke Bashkia e Durrësit apo duan ta marrin ke Bashkia e Kavajës? Patjetër që po duan pyet, nuk e dim ne nuk e dim. Ne nuk e dim. Ne pretendojmë që e dim. Kur them ne vendimarrësit, ata vendimarrësit, pretendojnë që e din. Dhe me një trën lapsi ke zyra. Thotë që ata duan këtu. Pikërisht. Po të marrë shërbim arsimor. Shërbim arsimor nuk bëhet në zyrë, metra me lapsi. Bëhet ke klasa. Shko ke klasa, vetëm ashtu ka. Pra, kjo është demokracia direkte. E kuptoj. Zoti Biturku, nëse nesër ju do të ishit pjesë e komisionit që harton reformën e re territoriale dhe do kishit vetëm një vendim për të marrë në lidhje me qytetin e Kavajës, cili do të ishte ai dhe pse? Qëndrimi më është publik. Nëse kam një vendim kufit historik. Kufit historik. Do të vendosi që të ruash. Kufit historik. Patjetër. Zoti Biturku, mua më pëlqeu shumë ky emision. Besoj se edhe për popullin kanë qenë mjaft të qartë. Nëse ne kemi harruar diçka pa e përmendur ose që ju dëshironi ta përmendni, mund ta thoni? Jo. Thjesht unë nxis njerëzit që të flasin sa më shumë për veten e vet, të jenë sa më shumë pragmatist për veten e vet, për familjen e vet, për lagjen e vet dhe për qytetin e vet. Duhet të flasin sa më shumë, duhet ta ngrenë zërin sa më shumë, duhet të bënë proaktiv qoftë në rrjetet sociale për të kërkuar të drejtën historike. Kavaja meriton të drejtën historike. Kavajës i është bërë një padrejtësi 80 vjeçare, ku vendimarrja është transferuar përgjithsisht në Durrës, ku ndërkohë historia tregtare dhe marrëdhëniet historike, kulturore dhe etnokulturore tregon një konkurrencë midis Durrësit dhe Kavajës. Në mënyrë artificiale është pompu Durrësi dhe i janë marrë kapacitetet historike qytetit. Pra kjo padrejtësi duhet të rregullohet. Njerëzit duhet të flasin për veten e vet, për familjen e vet, për rrugicën e vet dhe për qytetin e vet. Të kërkojnë të drejtën historike me të gjithë format që ato e gjykojnë, sepse në demokraci çdo lloj mjeti demokratik vlen.
Zoti Biturku, shumë faleminderit, duke ju falenderuar sërish që ishit pjesë e emisionit tim. Do doja që tani të mbyllja emisionin. Të nderuar teleshikues, ky ishte edhe emisioni për sot. Ju faleminderit që e ndoqët dhe së bashku do takojmë në emisionet të ardhshme.